Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale SH, 18 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj nënës së tij, e cila është shtruar në Spitalin Rajonal të Vlorës së jashtë rrezikut për jetën. Po nga këta specialistë referuan materialin në prokurori dhe nisi përgjithësimi penal në gjendje të lirë për shtetasin me iniciale KB, 42 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka kanosur me fjalë një punonjës policie në lagjen Pavarësia 3 gjatë kryerjes së detyrës. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan shtetasin me iniciale MB, 48 vjeç, banues në Sarandë, pasi më datë 15 prill 2025 në Delvin, gjatë kontrollit fizik, ju gjet dhe ju sekuestruar një sasi lëndë narkotike e dyshuar kokainë, si dhe një shumë parash prej 200 euro, të dyshuara si të falsifikuara, së bashku me 2 peshore elektronike. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Delvin referuan materiale në prokurori pasi në Spitalin Rajonal Sarandë është paraqitur përndim mjekësore një shtetase e mitur, 16 vjeçe, pasi dyshohet se ka pirë disa kokra medikamentesh në banesë. Pasi mori ndihmën e parë mjekësore në spital, kjo shtetase është larguar në banesë. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.